Fshati Pendavin në Bashkinë Maliq do të përfitojë së shpejti një qendër të re shëndetësore, duke i dhënë fund kushteve të vështira në të cilat ofrohej deri më tani shërbimi mjekësor. Për vite me radhë, banorët janë trajtuar në një dhomë të përshtatur brenda ambienteve të shkollës, një hapësirë e pamjaftueshme për të përmbushur standardet e nevojshme të kujdesit shëndetësor. Ndërtimi i kësaj qendre të re po realizohet fal financimin nga gjysmëhëna e kuqe, duke sjellë një investim të rëndësishëm për komunitetin. Objekti i ri do të ofrojë kushte bashkëkohore dhe do të pajiset me të gjitha pajisjet e nevojshme mjekësore, duke garantuar shërbim më cilësor dhe më të sigurt për banorët e zonës. Pas mbarimit të një qendre shëndetësore në fshatin Kreshpanj, ku Bashkia e Maliqit në një bashkëpunim me gjysmëhënën e kuqe, u mendua për të investuar për një qendër shëndetësore të re në fshatin Pendavinj. Qendra ka nisur gjatë kësaj jave që jemi neve, punimet kanë shkuar shumë mirë. Shpresojmë që kjo qendër të mbyllet para afatit. Kjo qendër është e kompletuara me të gjitha pajisjet që i nevojiten. Çdo gjë brenda është e re, shpresojmë që shumë shpejt ta mbyllim. Në fshatin Pendavinj vjen edhe mjeku, siç është sipas një grafiku të përcaktuar nga shëndetësia. Në fshatin Pendavinj janë rreth 1000 banor. Realizimi i këtij projekti jo vetëm që përmirëson ndjeshëm aksesin në kujdesin shëndetësor, por gjithashtu rrit cilësinë e jetës për komunitetin e Pendavinjit, duke krijuar një infrastrukturë të qëndrueshme dhe të denjë për shërbime mjekësore.